Pasi gjykata e posaçme urdhëroi SPAK të regjistrojë procedimin penal për ish-ministren Olta Xhaçka dhe për bashkëshortin e saj Artan Gaçi, organi i akuzës ka ankimuar vendimin në apelin e posaçëm antikorrupsion. Prokuroria e posaçme thotë se ka kryer veprime të shumta hetimore, të cilat kanë konsistuar ndër të tjera edhe në veprimtarinë e kryer nga shtetasi Artan Gaçi në kuadër të bashkëpunimit të supozuar apo dhe qoftë dienisë së tij rreth ekzistencës së dokumenteve të falsifikuara, nëpërmjet të cilëve është përfituar edhe toka e llojit truall. Organi i akuzës ndër të tjera sqaron se asnjë dhënë sipërfaqeve konkrete nuk ka rezultuar në lidhje me përfitimin e trujeve të sekuestruara apo konfiskuara për shkak të detyrës që ushtronte në atë periudhë subjekti i posaçëm Olta Xhaçka. Në ankimimin që SPAK ka depozituar në shkallën e dytë të gjyqësorit, thotë se çështja e hetuar më herët nga prokuroria ka kaluar në filtrin e gjykatës së posaçme gjatë gjykimit të çështjes penale numër 189, fraksion 2023 në seancë paraprake. Madje shton prokurori Ols Dado, gjykata e posaçme ka ushtruar kontroll juridiksional duke vendosur kalimin e dosjes nga Jorgo Goro për gjykim, ke pranuar kërkesën e prokurorisë pasi ka çmuar se provat ishin të mjaftueshme për mbështetjen e akuzës. Sipas Dados, gjykata nuk ka gjetur asnjë shkak, veçanërisht nga ato që ankuesi shtetasi Fredi Beleri parashtron për të konkluduar se hetimet paraprake nuk ishin të plota, duke urdhëruar përpasoj plotësimin e tyre. Në vendimin e arsyetuar të prokurorisë për mosfillim të hetimeve, sqarohet se procedimi penal ndaj Jorgo Goros nuk i ka munguar kontrolli gjyqësor, qoftë gjatë hetimit paraprak apo edhe gjatë gjykimit në seancë paraprake. Prokuroria e posaçme shpreh se vendimi i GKO është i pambështetur në ligj dhe në prova i cënueshëm dhe si i tillë duhet të ndryshohet në tërësinë e tij. Në 28 shkurt, GKO urdhëroi SPAK të hetojë Artan Gaçin për kryerjen e veprave penale, falsifikimi i dokumentave, pastrim parash, kryer në bashkëpunim dhe Xhaçkën për shpërdorim detyre. Vendimi i gjykatës erdhi pas ankimit të bërë nga ish-kryebashkiaku i Marrës Fredi Beleri, i cili kërkoi të hetojë edhe Xhaçka dhe bashkëshorti i saj, lidhur me kallëzimin që ai më herët ka depozituar për Jorgo Goron, i cili mbahet në burg që prej marsit të vitit 2023. Seanca në apel mbahet këtë të premte, teksa ankimi i SPAK do shqyrtohet nga gjyqtarja Iliriana Oldashi, e cila ose do pranojë kërkesën e prokurorit Dado, ose do lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë për nisjen e hetimeve.